Këte janë pronat e fshatarëve, nga do kalojnë, nga do komunikojnë. Kështu që në këto kushte, e para një po prishin atë që kanë ndërtuar vetë. Është shumë e çuditshme. Ka ndryshuar projekti dhe do zbatojmë atë projekt. Pse ndryshoi projekti? I thon fshatit. Edhe ta kishin mbellur fshatin, ta kishin pyetur para kohë. Nuk e mblodhën. Tani duhet kërkohet zgjidhje. Nuk e di si është kjo punë. Shumë i irrituar dukesh. Jam i irrituar sepse kam kontribuar dhe vetë në këtë çështje. Tek që po kërkojnë këta për tani unë e kam bërë që në prishjen e sistemit të kaluar. Edhe po u prish sistemi mbeti rruga në mes. Çfarë do bëni? Protesta do vazhdoj. Jesh mirë. Sepse jemi mësuar me fatkeqësi. Jemi mësuar me fatkeqësi, janë djegur 3500 rrënjulli. Mungon informacioni. Nga se, nga zyrat e bujqësisë, nuk na tha njeri sa rrënj janë djegur. Nuk na mbështeti njeri. Sot do të do zjarr nesër. Urdhë zjarr fiksat vetë par zjarri. Këtë umbet një jetë njeriu. Kalojnë ambulancë. Nuk duam Gaza. Si jemi në Gaza, jemi në Shqipëri, jemi në trojet e ilirëve, jemi në trojet e Aranitit, jemi në trojet e atyre që kanë vënë themelin e këtij vendi, jemi në trojet e Ismail Beu. Sot një gjë kërkojmë. Kjo protestë nuk ndalet. Ka që bukur dhe qet në tufa me lule, do të jemi dhe nesër. Po do presim dhe një ditë. Duam që shtetit na dëgjojë. Duam që der sot jo. Nuk dim që do ndodh nesër. Do na dëgjoj apo s'do na dëgjoj. Veshat janë të mbyllur. Përderisa nuk ka institucione që thoni ka arëshëja, i ka arëshëja. Arëshëja nuk është gogoli. Tani, me thënë të drejtën, takime individuale, grupe përfaqësueshës kanë marrë takime, po kjo nuk është zgjidhja. Nuk është projekt që e ka bashkia në Miqyri. Kanë institucione të tjera që financojnë, janë projekte të institucioneve të tjera, se dhe bashkisja kërkojnë. Po është një gjë që është e pamundur, nuk ka alternativë që t'ja kërkojnë bashkisë. Nuk e di, nuk e bashkisë, ato s'ka alternativë bashkisë. Po jemi një tunel 4 metra, jemi një tunel 35 metra. Si mund të bëjë qartë? Të na i shpjegojnë.